nuk del dot, nuk jam ban. Dhe jo vetëm kaq, i ndalon përfaqësuesit e tij të dalin të ballafaqohen me përfaqësuesit tanë të shkëlqyer që janë krenaria e qarkut Korç, krenaria e Shqipërisë. Me i vikasën dojtim. Miqtë e mi, ju e shifni, se çfarë fushat e bën. Ju keni një kryeministër që kalon nga takimin takim dhe të gjithë fjalët e tij janë 5 fjalë. Bufi, Kneta, Zhapiu, Hardhuci, Autiku, Budallaj e tjerë. Me gjithë këte ai përpiqet të banalizoj fushatën elektorale. Porosit lakejt e tij që debatin ta përqendrojnë tek mosha e Sali Berishës. Tani miq, ju lutem do të më dëgjoni. Kur i tha një Ronald Reaganit për moshën, Reagani tha se unë nuk duhet ta përdor moshën time si privilegj ndaj kundërshtarit. Unë s'po e them këtë, por prap i them, meqense se i nxit për moshën, hajde këtu të provohemi në të gjithë fushat të shohim Korçar dhe Pogradecar se çfarë dihesh ke dhe cila është memoria jote që shkruan në dorë për gjërat që si ban vend. Hajde këtu. Por, miqtë e mi, unë duhet theksoj sot se politikanët gjykohen për atë që bëjnë dhe jo për moshën. Në botë, në Shqipëri, ka patur politikanë të mirë dhe politikanë të këqij, të gjitha moshave. Ka patur politikanë që kanë ndryshuar kombet, madje kanë ndryshuar dhe botën. Sot në botë ka 80 vjeçar që janë politikanë të mirë dhe u shërbejnë qytetarëve të vet, po ka dhe 30 vjeçar që janë diktatorë dhe vrasës. Nuk është ndonjë ligjësi, por e vërteta është se Shqipërisë dëmet më të mëdha i kanë ardhur nga politikanët e ri në moshë. Ata që erdhen pas lufte ishin 20-30 vjeçar, ata u treguan xhelat dhe bandit ndaj shqiptarëve. Por edhe Edi Rama erdhi në politikë në të 30-tat e tij. Mirë po, u lidh me njëherë me krimin, me trafikantët, nga të cilët nuk u nda kurrë. Dhe aq sa ka të gjatë trupin, aq ka dhe dorën për të vjedhur. Le të marrim drejtorët e bashkisë, të 5 dësh, djemë të ri ata, që vildin 100 milion taksat qytetarëve të Tiranës dhe së bashku me qeveritar ndërtonin hotelet më të kushtueshme të Shqipërisë. Pra, miq, nuk është i rëndësishëm mosha, është i rëndësishëm karakteri, nderi dhe digniteti i personit. Nuk ka më të rrezikshëm se ata të ri që janë të çmendur
mbas paras, mbas pasurimit të paligjshëm, mbas përvetësimit të pasurive tuaja. Nuk ngopen kur. Ndaj dhe zgjedhjet janë për të nda me ta. Por nga ana tjetër, theksoj këtu se politika nuk është si teknologjia. Teknologjia ndron, ndaj dhe ndrojnë dhe telefonat. Politika është e vjetër, është mira vjeçare, është arti i ndikimit mbi njerëzit dhe i përmirësimit jetës tyre. Njeriu është njeri. Ata që tentuan të krijojnë njeriu e ri, ata përfunduan në kalendat e historisë. Por në gjitha kohrat, njeriu i qytetëruar, që kur ka dal nga primitivizmi, ka mbetur njeri i virtuteve, njeri i integritetit dhe identitetit njerëzor. Ndaj dhe sot, i thënë Edi Rams, e vërteta është se çdo minutë që kalon jetë tepër në pushtet, 11 maj po vjen dhe do marrish përgjigjen që meriton.